Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se fshati piktoresk i Linit në Pogradec është shpallur zyrtarisht ansambël arkitektonik urban, duke u përfshirë kështu në zonën shqiptare të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ndarë edhe urimin e tij. Dhe nga fshati i bukur i Linit, që sapo është shpallur ansambël arkitektonik urban, duke u përfshirë në zonën shqiptare të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ju uroj një fundjavë të mbar, shkruan Rama krahas publikimit të pamjeve nga fshati i Linit. Fshati i Linit, njohur për shtëpitë karakteristike me gur dhe pamjen mahnitëse mbi liçenin e Ohrit, është një ndër destinacionet më të veçanta të trashëgimisë kulturore dhe natyrore në Shqipëri. Ky status i ri pritet të rrisë më tej vëmendjen për ruajtjen dhe promovimin e vlerave të tij historike dhe arkitektonike. Ansambël arkitektonik urban është një status ligjor dhe kulturor që u jepet një zone ose një grupi ndërtesash që kanë vlera të veçanta historike, arkitektonike, kulturore dhe urbane. Ky status nënkupton se zona përfaqëson një tërësi të ruajtur në harmoni, ndërtesa, rrugica, sheshe dhe element arkitektonik që së bashku formojnë një pamje unike dhe me identitet historik. Ajo ka rëndësi të veçantë për trashëgiminë kombëtare sepse dëshmon mënyrën e jetesës, ndërtimin dhe organizimin urban të një periudhe të caktuar. Pas shpalljes, zona vendoset në mbrojtjen e shtetit dhe çdo ndërhyrje, si ndërtim, restaurim apo zhvillim, duhet të bëhet në përputhje me rregullat të posaçme për ruajtjen e autenticitetit dhe integritetit historik. Në rastin e fshatit Lin, shpallja si ansambël arkitektonik urban do të thotë se i gjithë fshati me shtëpitë karakteristike prej guri, rrugicat tradicionale dhe pamjen e tij të veçantë mbi liçenin e Ohrit do të ruhet e mbrohet si trashëgimi kulturore unike shqiptare dhe botërore.